Në paragrafin 79 të deklaratës tuaj ju thoni: unë nuk e kam parë asnjëherë zotin Thaçi që ka pasur kompetencë ose ndikim të përnjëmend mbi UÇK-n. Ky konstatim mbështetur jo vetëm në raporte nga burime shumë të besuara, por edhe nga fakti që kam parë me sytë e mi izolimin e Thaçit në praninë e personave të fortë të UÇK-s, persona të cilët kishin vërtet kompetencë në UÇK. Në shënimin përgatitor numër 1, në paragrafin 10, ju thoni që këto burime shumë të besuara përfshin edhe generalin Sir Mike Jackson. A ju kujtohet kjo dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje. Në paragrafin 61 dhe 62 të dëshmisë tuaj, juve diskutoni një takim në shtator të 99-s ku generali Clark fluturoi në drejtim Kosovës për të përdorur autoritetin e vet për të ndihmuar, për të bindur komandantët rajonal të UÇK-s për të pajtuar me plotësimin e kërkesave për demilitarizim të UÇK-s. A ju kujtohet kjo dëshmitar? Ju kujtohet kjo dëshmitar? Përgjigje po, më kujtohet.